What's up people, shpresoj t'jeni mirë. Unë jam Tani dhe sot do flasim rreth benefiteve të proteinës. Pa humbur kohë, fillojmë. Once again. Kam dëgjuar shpesh rreth sa proteinë është e mjaftueshme të konsumojmë dhe sa është shumë. Tani ka ardhur koha që të sqarojmë këtë gjë. Pyetje që dëgjoj më së shumti: a është e rrezikshme të konsumosh sasi të madhe proteine? Në përgjithësi rekomandohet 0.8 gram për kilogram të peshës trupore. Bazuar në këtë gjë, do marrim një shembull. Një person 100 kg duhet të konsumojë 80 gram proteinë në ditë. Fatkeqësisht, studimet sugjerojnë këtë gjë janë referuar njerëzve të mesëm, jo atletëve ose personave që merren me aktivitet fizik. Proteina furnizon lëndë ushqyese të cilat janë aminoacide, të cilat kërkohen në çdo proces metabolik. Të gjithë muskujt dhe organet në fakt janë të ndërtuar nga aminoacidet. Si shumica e personave që merren me aktivitet fizik ose atletët kanë kërkesë më të lartë për sasi proteine sesa një person që nuk bën aktivitet fizik. Pa sasi të nevojshme të proteinës nuk mund të rikuperoni muskuj ose të krijoni muskuj ose të rrisni metabolizmin tuaj. Studime të ndryshme tregojnë se njerëzit që ushtrohen me pesha kanë nevojë për sasi më të madhe proteinike. Disa persona përveç stërvitjes me pesha bëjnë dhe stërvitje aerobike. Stërvitja e gjatë aerobike, për shembull, mund të djegë aminoacide. Mbasi trupi përdor karbohidrat për energji, rritet kërkesa për proteinë. Stërvitja aerobike në një deficiencë proteinike mund të çojë në një gjendje të quajtur anemi sportive, në të cilën qelizat e kuqe të gjakut dhe nivelet e hekurt bien. Gjatë stërvitjes, fibra muskulare janë të dëmtuara dhe duhet të rikuperohen mbas periudhës së stërvitjes. Nëse sasia e proteinës që ne konsumojmë është e ulët, çfarë ndodh? Trupi mbështetet në qelizat e kuqe të gjakut, hemoglobin dhe plazmën proteinike. Kur kjo ndodh, pak proteina mbeten për të rindërtuar qelizat e kuqe të gjakut dhe për t'i kthyer në nivelin normal, dhe anemia sportive mund të jetë rezultati. Shumë e qartë, personat që bëjnë stërvitje me pesha duhet të përfshin proteina të bollshme në dietën e tyre për të promovuar fitnessin muskular. Nevoja individuale për sasi proteina ndryshon dhe varet nga një numër faktorësh si intensiteti i stërvitjes, niveli i kondicionit, sa i definuar je. Kam parë persona që kanë përmirësuar fizikun e tyre duke konsumuar 2.5 gram për pound për peshë trupore. Nga eksperienca ime, persona që stërviten fort në palestër mund të arrijnë rezultate shumë të mira duke konsumuar 1.2 gram deri 1.5 gram protein për pound të peshës trupore në ditë. Një pjesë e sasisë së proteinave duhet të vijë nga proteina e pastër si mishi, peshku e bardavezës dhe një pjesë tjetër duhet të vijë nga perimet, veçanërisht fasulet, misri dhe bështaja. Njerëzit që konsumojnë një dietë me proteina të larta duhet të konsumojnë ujë dhe të marrin kalcium të mjaftueshëm. Metabolizmi i proteinave gjeneron amonjak, i cili konvertohet në ure dhe kthehet në urinë dhe djers. Pirja e shumë ujë ndihmon veshkat në largimin e këtyre mbetërinave azotike dhe hollon kriprat e kalciumit, të cilat mund të formohen gurë në veshka. Nga disa studime thuhet që nuk ka asnjë provë që tregon që personat që bëjnë stërvitje me pesha dhe konsumojnë sasi të lartë proteine kanë rrezik të sëmundjeve të veshkave. Të dhënat sugjerojnë se një dietë me proteina të larta kontribon në natyrën progresive të sëmundjes, vijnë nga njerëz me probleme të mëparshme të veshkave. Shumë studime kanë demonstruar një korelacion pozitiv midis marrjes së proteinave dhe sekretimit urinar të kalciumit. Rezultatet janë të paqarta akoma në marrjen e proteinave dhe thithjen e kalciumit. Disa studime tregojnë se proteina përmirëson thithjen e kalciumit dhe disa të tjerë tregojnë të kundërtën. Këtu jemi në fundin e videos, faleminderit që erdhët deri këtu. Bëni like, bëni subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Peace. Ose personave